Në Kur'anin famëlar, dashur miq, në kapitullin El Fussilet, ajeti 34 dhe 35, është një përshkrim shumë i bukur i durimit, i cili vërtet mund të na shërbej si një intervenues shumë i mirë për temperamentin ton, ku Allahu xhaleshanu ve xhelalu thot: "Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim, wala tastabil al-hasanatu wala as-sayyi'a." E mira dhe e keqja nuk janë të njëjta, nuk janë të barabarta. Wala tastavil hasanatu wala sayyi'a. E mira është e mirë, ndërsa e keqja është ajo e cila e bën njeriun me virtyte të këqija, ndërsa e mira është ajo e cila e bën njeriun me virtyte të mira. Prandaj Allahu xhaleshanu e fillon këtë ajet duke na definuar të mirën, se çka është e mira, si një vlerë më e lartë morale edhe si një vlerë më e lartë etike, e cila mund të jetë jo te çdo njeri, por vetëm te disa njerëz, të cilat do t'i shohim, te cilët njerëz mund të jetë kjo, do ta shohim në fund të ajetit kuranor. Allahu dhul xhelal vazhdon dhe thot kështu: "Idfa billati hiya ahsan." Edhe thot, na urdhnon edhe na porosit, thot, të keqen kthenjan me të mirë. Do me thonë, nëse dikush neve na bën keq, ktheja me të mirë. Kjo është interesante, edhe është një sfidë, është një sprovë shumë e madhe. Këtë nuk mund ta bëj secili. Kjo është një cilësi e njerëzve të mëdhej, kjo është një cilësi e burrave të mëdhej, kjo është një cilësi e grave të devotshme, kjo është një cilësi e një personaliteti shumë të fortë, i cili edhe kur e ka mundësinë më të madhe për hakmarrje, ai nuk hakmerret, por duron dhe e kthen të keqen me të mirë. Prandaj thot: "Idfa billati hiya ahsan." Të keqen ktheje në formën më të mirë që është e mundshme. Interesant. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nëse e kthen të keqen me të mirë, thot, do ta shohëj se ai me të cilën ke pas një far armiqësie mes teje dhe atij, ai thot do të bëhet miku më i afërt i yti. Interesant. Ne sot kemi nevojë për miq. Beshiru wala tunaffiru, thot pejgamberi islam. Përgëzoni dhe mos i largoni njerëzit, afroni njerëzit. Ky umet ashtu është, umeti i afërsisë, umeti i unitetit. Aq më tepër ky muaj le të na shërbej si një monir dhe si një ilaç i cili do t'i shëroj ato zemra të sëmura, të cilat kanë smir dhe inate, do t'i largojnë këto inate edhe do të afrohen me njerëzit sa më tepër. Prandaj thot, nëse ju mundoheni të keqen ta ktheni me të mirë, atëherë besoni se ai person i cili ju ka bërë keq, ai do jetë nesër miku më i mirë i juaj. Këtë provonja, interesant, provonja në jetën tuaj, keni dëgjuar dikush që flet keq për ju, keni dëgjuar dikush që ka bërë thashetheme për ju, ose ju ka përgojuar, ose diçka ju ka lënduar shpirtërisht, qoftë edhe fizikisht le të jetë. Nëse ju mundoheni të afirmoni në zemrën tuaj dhe në personalitetin tuaj që të keqen ta ktheni me të mirë, besoni që do të bëni shumë miq në jetën tuaj. Ne kemi shumë nevojë për miq, edhe as pak nuk kemi nevojë për armiq. Mirë po, Allahu xhaleshanu na jep sikur don të na tregoj edhe na thot, shkoni, të keqen nuk mund ta kthej secili prej jush me të mirë. Kjo është karakteri njerëzve të fortë, nuk mund ta bëj secili këtë. E kush mund ta bëj këtë? E përmendën Allahu xhaleshanu në vijim të ajetit. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Thot, këtë virtyt apo këtë mundësi ta kthej të keqen me të mirë, nuk mund ta bëj kur çdo kushi, veç atyre që bëjnë sabër, illa alladhina sabaru. Interesant. Vetëm ata që bëjnë sabër edhe që durojnë, ata mund ta kthejnë të keqen me të mirë. Se ne jemi njerëz, ne normal se cili posedojmë atë egon tonë edhe mundohemi ato inatet edhe ato hatërmbetje të nxjerrim në forma të ndryshme ndaj njerëzve, edhe themi pse t'ja japun dorën, pse t'i japun selam, pse kështu, pse ashtu. Kjo është krejt një nxitje e shejtanit i cili na bën atë egon dhe të ndjehemi më mendjemat, ndërsa pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thënë, i pari që do të hijë në xhenet është ai i cili ja ofron i pari dorën vllaut të tij kur don të pajtoj ose bëhet sebeb për të pajtuar.
Aq më tepër kur thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, besimtarit dhe besimtares nuk i lejohet të ri hidhruar, nuk i lejohet të mbaj hidhrim më tepër se 3 ditë. Nëse e vazhdon më tepër se 3 ditë, asnjë ibadet nuk i ngrihet ke Allahu, nuk pranohet asnjë adhurim i atij apo i asaj nëse ato e vazhdojnë hidhrimin mbi 3 ditë. Ndërsa Allahu Gjeleshanu vazhdon dhe thot, këtë nuk mund të arrijë ai që përveç atij që ka sabër dhe durim, edhe përveç atij i cili është i pajisur edhe i dhuruar prej Allahut apo i bërë prej vetë Zotit, i dhanur me virtyte të larta që ka dhe që posedon një karakter të fort, islam dhe të butë, që ai reflekton butësi në sajet të sabrit të tij, jo në sajet të mendjemadhësisë, ose në sajet të sijefaqësisë, ose në një virtyti tjetër, ose për ndonjë interes tjetër të kësaj dynjoje. Jo, vetëm në emër të sabrit, vetëm pse Allahu Xhelalu ka thënë që të durojmë, ai duron, edhe ai tregon se është shumë i madh, aq më tepër kur ai ka mundësi të hakmerret edhe nuk hakmerret. Më bëri përshtypje një rast në kohën e pejgamberit alayhis salatu vesselam, bëhet fjalë mbas luftës së Bedrit, disa u zonë rob, disa nga kurejshitët, disa nga mushrikët e Mekës pas luftës, u zonë rob gati 70 veta, mes tyre ishte zënë rob edhe djali i një mushriku i cili ishte apo baba i të cilit quhej Umeir bin Vehbi. Umeir bin Vehbi ishte një mushrik i Mekës i cili kishte djalin normal të zënë rob në Medine. Një ditë Umeiri ishte bashkë me Safvanin, ishin shokë shumë të ngushtë, ishin pranë Ka'bës dhe po bisedonin. Mes qerash Umeiri tha, o Safvan, tha, sikur të kisha mundësi dhe kush të miruaj edhe kush të kujdeset për familjen time, edhe për fëmijët dhe gruan time, kush të kujdeset mbas vdekjes time, do të kisha shkuar dhe do të avritësha Muhammedin, deri në Medinë do të kisha shkuar. Edhe Safvani pa një pa di, tha, nëse e ke vërte se kush do t'i ruaj familjen, tha, unë t'i ruaj familjen tënde, shko dhe vraje Muhammedin në Medinë. Edhe Umeiri e përgatiti një shpatë, e helmoi shpatën ashtu siç e kishin zakon, edhe u nis për në Medinë. Kur mbriti në Medinë, Allahu e takoi direkt me ato që nuk duheshte të takohej në thojza, me Hazreti Omerin radiallahu anhu. Kur Omeri e pa, menjëherë ja kapi shpatën e tij, ja vu në fit, edhe i tha, ti nuk ka ardhur për posë se vetëm për të keq, nuk ka ardhur për të mirë në Medinë. Edhe e qoj para pejgamberit alayhis salatu vesselam në xhamin e Muhamedit alayhis salatu vesselam. Kur e pa Muhamedi alayhis salam, tha, o Omer, tha, largoja shpatën prej fyti se është njeri ka ardhur prej Mekës, ka bërë rrugë të largët, ka bërë djaf rrugë. Edhe Omeri ja largoi shpatën prej qafe, edhe pejgamberi alayhis salam, shikoni çfarë diplomacie ka pas me njerëzit. Kjo është butësi, kjo është reflektim i imanit të tij, i burnisë të tij, i personalitetit të tij, jashtëzakonisht të lartë, që Allahu i thotë wa innaka la'ala khuluqin adhim, ti vërtet je pajisur me një moral shumë të lartë, o Muhammed. Muhamedi alayhis salam i tha, pse ke ardhur në Medinë, o Umeir? Umeiri nuk ja tregoi të vërtetën dhe i tha, kam ardhur ta shoh se si qëndron puna me djalin tim, se është i zënur rob nga ju në Bedër. Edhe pejgamberi alayhis salam i tha, për diçka tjetër pse ka ardhur? I tha Umeiri, kam ardhur të shoh edhe si është gjendja e robërve të tjerë. Muhamedi alayhis salam nuk i tha se gënjen, nuk i tha, nuk ja thej atë krenarinë atij, nuk i tha se rren, pse nuk e flet të vërtetën. I tha, o Umeir, para disa ditëve, a nuk ishe ti bashkë me Safvanin pranë Ka'bes, edhe bisedonit të dy, se si të më vrisni mua, se ti do të vish të më vrasish mua, të më likujdojsh. Edhe Umeiri u habitse edhe i tha, o Muhammed, po a ditë kur e bisedova këtë temë, nuk ishte asnjë njeri pranë nesh, kush ta tregoi këtë ty? Kjo të regon për pejgamberin e Muhamedit alayhis salatu vesselam. Këtë ja të regoj Allahu përmes Gjibrilit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam e dinte fikse pse ka ardhur Umeiri në Medinë. Megjithatë, nuk i tha pse rren, nuk i tha ti je i poshtër, ti je renacak, ti je gënjeshtar, ti je vrasës. Jo. Tha, pa nuk e vendose të mvritni qish në Mekë kur ishi pranë Ka'bes.
Edhe Omeri i tha, lirom ja Resulullah, ta likujdoj unë, ashtu si që ka dashur rajtë të likujdoj ti. Tha pejgamberi Islam, tha jo, tha neve nuk në takon të sillim me ashtu me njerëzit, me misafirin, tha. Mirnja, ushqenja, shifni nëse kini ndonjë robë të larë, veshnja, edhe mësonja islami njeriut. Umejri e tha shahadetin eshhedu en la ilaha illallah u eshhedu enne Muhammeden abduhu wa resuluhu. Është interesant një detaj nga kjo skel, ndërkohë që Umejri ishte në Medine, atje Safvani në Mekë kishte përhap një lajm dhe thonte do të çuditeni dhe do të habiteni se çfarë çudie do të ndodh, çfarë ngjarje do të ndodh. Keni të ndëgjoni diçka shumë të bukur në lidhje me Muhammedin, duke shpresuar se Muhammedi do të vritej atje në Medinë. Mirë po, Umejri atje pranoi islamin edhe kur Safvani, shoku i tij i keq, se shoku i keq është, kur Safvani mori vesh që Umejri ka pranuar islamin, edhe tha nëse vjen në Mekë nuk i flas kur me gojë. Kur erdhi Umejri në Mekë filloi të thrasë në islam. Ajo që Allahu e përmendën në kapitullin Fussilet, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Silu mirë, ktheje të keqen me të mirë, se ai që me të cilin keni pas ndonjë armiqësi, një ditë do të bëhet miku juaj më i afërt. Ashtu u bë edhe Umejri miku i tij më i afërt. Ashtu u bë edhe në ditën e çlirimit të Mekës. Krejt njerëzit pranuan islamin, pse vetëm nga butësia edhe nga mos hakmarrja e Muhammedit a.s. edhe nga durimi dhe nga falje dhe nga ai karakteri i lartë i pejgamberit a.s. Lusë Allahun xhaleshanuhu që në këtë muaj Allahu të na pajis me këto cilësi të mira, me cilësinë e sabrit, me cilësinë e durimit, me cilësinë e faljes, me cilësinë e karakterit të mirë, me cilësinë dhe me përmbushjen e personalitetit ton, me virtyte dhe me leheme nga ajo që quhet nektar i pafund i Kuranit famëlart. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.